Dhe ashtu sikur se e thash, akti normativ për buxhetin e vitit 2025 dhe ndryshimet në kodin penal, duket sikur se janë dy çështjet kryesore që priten të diskutohen ditën e sotme në orën 10 në seancën plenare. Një seancë e cila vjen, duhet thënë, edhe pas protestës së opozitës të mbajtur ditën e shtunë. Çfarë priten të ndodhë më tej përveç rendit të ditës që ti do na i thuash? Me 22 pika të rendit të ditës, ditën e sotme Parlamenti i Shqipërisë pritet të zhvillojë një seancë maraton, e cila nis në orën 10 dhe pritet të përfundojë në orët e vona të mbrëmjes sotme. Janë një sër pikash të rendit të ditës, një sër projekt ligjesh, shumica prej tyre të arsyetuar nga qeveria me procedurë të përshpejtuar për shkak të integrimit në Bashkimin Evropian dhe për afrimit të legjislacionit në fuqi. Projekti për dhunën në familje është një projekt i rëndësishëm që ka ardhur nga qeveria dhe shton gamën e mbrojtjes për gratë dhe vajzat e dhunuara, ndërkohë që ashtu siç edhe ju e theksuat, disa ndërhyrje në kodin penal kanë shkaktuar reagime të ndryshme në organizatat e shoqërisë civile, por edhe tek opozita. Përkatësisht, ne që kanë lidhje me mbrojtjen e gazetarëve nga njëra anë janë vlerësuar për shkak se mund të shtojnë mbrojtjen fizike të gazetarëve, ku tani më dhuna dhe kërcënimet ndaj tyre do të njihen si dhunë për shkak të detyrës dhe dënimet mund të shkojnë nga 3 deri në 5 vite, por dekriminalizimi i shpifjes ka ngjallur debate në skenën politike shqiptare dhe tek shoqëria civile. Një kërkesë ka hershme e Bashkimit Evropian dhe partnerëve ndërkombëtar, por që duket sikur nuk do të sjellë një dekriminalizim të plot ashtu siç është kërkuar në vazhdimsi nga organizata ndërkombëtare, por një dekriminalizim të pjesshëm dhe shumë të diskutueshme për sa i përket organizatave të shoqërisë civile. Një projekt ligji i zonjës Tabaku, deputetës së Partisë Demokratike, është hedhur poshtë nga socialistët, ndërkohë që kanë thënë që ka një draft të vetin që do ta paraqesin ditën e sotme në seancë plenare nga ana e qeverisë. Gjithashtu opozita ka kritikuar dhe disa pika ndryshimesh në kodin penal për sa i përket për shembull parkingit dysh, i cili do të çojë tani më qytetarët shqiptar në burg dhe jo më me gjoba, por edhe ndërtimet pa leje do të rrisin dënimet, ashtu sikurse edhe zjarrvëniet gjatë sezonit të verës. Ndërkohë që opozita ka thënë që këto janë masa represive për sa i përket organeve shtetërore dhe nuk duhet të miratohen. Opozita pritet të votojë kundër këtyre ndryshime, ndërkohë që majoranca i ka votat e nevojshme për të kaluar të gjitha pikat e rendit të ditës gjatë ditës së sotme. Gjithashtu do të kemi disa ndryshime për sa i përket statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë propozuar nga deputeti Olsi Komici dhe kanë marrë miratimin e shumicës parlamentare, pra të Partisë Socialiste, që janë kryesisht amendime organizative për sa i përket sistemit gjyqësor dhe prokurorial, ndërkohë që sigurisht do të kemi edhe miratime të projektligjeve të reja, siç është projektligji për lobimin në Republikën e Shqipërisë, i amenduar tërësisht tani më nga Parlamenti i Shqipërisë, i kaluar nga komisionet parlamentare, por edhe ndryshime të tjera në ligjin për komisionerët për mbrojtje nga diskriminimi dhe një shtesë në fakt në ndryshimin e ligjit për mediat audio-vizive, i kaluar në mënyrë të shpejtë nga majoranca në komisionet parlamentare, që ka lidhjet me pronarët e medjave audiovizive në Shqipëri, ku tani më autoriteti i medjave audiovizive në bashkëpunim me qendrën kombëtare të biznesit do të detyrohen që të publikojnë të gjithë pronarët e medjave audiovizive, por edhe pronarët përfitues deri tek pronari fundor i tyre, së bashku me një risi që vjen për herë të parë në Shqipëri me publikimin nga ana e medjave të gjitha reklamave shtetërore që marrin gjatë një viti kalendarik, por edhe reklama nga vendet e treta gjithmonë shtetërore. Pra nuk flitet për reklama të sektorit privat, por vetëm ato media që marrin reklama nga institucionet shtetërore. E qartë. Miris, unë të falenderoj, nuk e di nëse opozita do të jetë në këtë qasje ditën e sotme në seancë plenare, apo do të jetë në qasjen e saj të përhershme ndoshta. Pritet për të parë nisjen e seancës parlamentare për të parë cila do të jetë qasja e opozitës. Nëse opozita vazhdon me mund ta themi aksionin e saj opozitar të
në sallën e parlamentit, atëherë majoranca e ka zgjidhjen Lili, shkojë direkt në votim dhe kalojnë të gjitha aktet brenda pak minuta pa diskutime në parlament. Edhe ju nuk do qëndroni deri në orët e vona të mbrëmjes. Por neve është më i rëvërdishme që sot ta ndjekim seancën nga fillimi deri në fund për të parë dhe diskutimet, pasi du të theksuar që gazetarët preken nga kjo seancë për shkak të votimit që do të ndërmarrin deputetët ditën e sotme në seancë parlamentare. Është një diskutim në fakt i cili do edhe një hapësirë më të gjerë televizive. Unë të falenderoj Is dhe të uroj punë të mbarë.